Familja Gashi nuk ka hapur të pame, por pavarësisht kësaj, gjithë këta njerëz po u vinë për të ndarë me ta dhimbjen për 2 vdekje tragjike të antarëve të saj. Bëhet fjalë për Miradije Gashin që vdiq sot nga plagët e marra nga e bia e Kunatit Ardita, e cila më pas e goditi veten në kokë dhe vdiq nga plagët po ashtu gjatë ditës së sotme. Por gjithë rastin që ndodhi mbrëmjen e së dielës në Majas të Podujevës e bën më të rënd fakti se paraprakisht Dorasja e vrau Ilaz Ibrahimin me të cilin dyshohej se kishte lidhje dashurie. Fillimisht nga njësitet policore ishte gjetur trupi i pajet i 45 vjeçarit në veturën Volkswagen, të cilën dyshohet se ishte kryer vrasja. Familjarët e të dyshuarës 31 vjeçare dhe viktimës 73 vjeçare, duke mos dashur të flasin para mediave, treguan se Ardita, pasi kishte kryer vrasjen e Ilazit, kishte hyrë në shtëpinë e axhës së saj, e cila ndodhej shumë pranë vendit të krimit. Më pasi kishte marrë pengje gruan e axhës së bashku me bashkëshortën e djalit të saj dhe fëmijët për të mos rënë në duart e njësive speciale policore që shkuan në vendin e ngjarjes. Ajo kishte kërcënuar se nëse afroheshin ata, do të qëllonte në drejtim të personave që ka marrë peng, gjë që e kishte bërë duke shtë në drejtim të gruas së axhës e cila vdiq sot në 3 të mëngjesit. Ndërsa më pas e dyshuara kishte shtënë drejt vetës në kokë. Trupat e 45 dhe 73 vjeçarës tashmë ndodhen në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Kosova Press ka qëndruar gjatë ditës së sotme edhe tek familja e 45 vjeçarit në Bakshi të Obiliqit, por këta të fundit nuk kanë dashur të deklaruan para mediave për gjithë rastin. Zëdhënësja e prokurorisë themelore në Prishtinë Kaltrina Shala tha se vrasja dyshohet se ka ndodhur si pasojë e një mosmarrëveshje në mes të Ilazit dhe Arditës. Lidhur me këtë ngjarje tragjike, këto dyshohet për shkak të një mosmarrëveshje ndërmjet tyre, ku situata ka eskaluar dhe më pas është përdorur një armë zjarre, ku ka shtënë në drejtim të 2 personave dhe për fat të keq për shkak plagëve të marrura kanë ndruar jetë dhe po ashtu edhe dyshuara kryesore e këtij akti kanë ndruar jetë, të cilin e ka konstatuar Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Pas pranimit të informatave, policia dhe njësitet e tjera relevante në krye me prokurorën kujdestare nga Departamenti për Krime të Rënda kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e para hetimore lidhur me këtë rast. Më pas është sekuestruar një armë zjarri, disa gëzhoja dhe disa prova të tjera relevante, të cilat do të ndikojnë ose do të ndriçojnë në sqarimin e plotë të rrethanave të këtij rasti. Me arsyetimin se rasti ndodhet në fazën preliminare të hetimeve, Shala tha se duhet jetë rezervuar në dhënien e informacioneve shtesë, qoftë për llojin e armës apo dhe informacione tjera. Duke qenë se rasti është në fazën preliminare të hetimeve, më duhet të jemi rezervuar në dhënien e informacioneve shtesë, mirë po ne si prokurori themelore në Prishtinë mbetemi të përkushtuar, domethënë në zhvillimin e hetimeve në mënyrë intensive që sa më parë të kuptohen rrethanat e këtij rasti. Ky rast me 3 të vrarë ndodhi vetëm një ditë pasi të shtunën në Boksh të Klinës, një person u vra nga vllai i vet.